Lavdi dhe falëndrimi është për Allahun fuqiplot, të cilin e besojmë se ai Zoti i vetëm që meriton adhurim. Salavatet dhe selamet tona ja përcjellin pejgamberit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe mbar ummetit të sinqertë të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në kiamet. Allah na këshillon me fjalën e tij: o ju besimtar, keni frikë dhe respekt për Zotin, ashtu si takon atij, dhe asesi mos ju gjen vdekja ndryshe vetë se me iman. Të dashur vëllezër, Allahu Gjalleshanuhu 4 premtime i ka bon Kur'an, jo betime, premtime, ka premtu. Kur Zoti premton, edhe realizon. Kur Zoti premton, edhe e kryen. Sepse ato gjëra të cilat janë rrezik për njeriu, ato pengesa, për Zotin nuk ekzistojnë. Se Zoti është Zoti i premtimit, është krijues dhe Zot i pengesave, po dhe i realizimit. Për ta nuk ka, nuk po moj, ose s'është koha, ose po presim pak ma vonë. Allahu i lartësuar me lexim të Kuranit, ulemat i kanë nxjerrë 4 premtime. Me qëllim po i përmendin Ramazan, sepse të gjitha kanë të bëjnë me ibadete, me adhurime. Edhe me të premtu Zotit diçka, nëse ti e kryen këto, unë të jap këto, atë dije se kjo është një madhështi e madhe, por më vjen keq mu, pse jemi që ka që neglizhent dhe nuk e përjetojmë shpirtnisht, nuk e përjetojmë me tërë qenjen tonë, afërsinë e Zotit, dashurinë e Zotit, ndihmën e Allahut. Pse se përjetojmë? E para për cilën Allahu ka premtu, ka thonë: ud'uni astajib lakum, lutmoni mua, unë kam ju përgjigj. Ka garantu Zoti që i bie, nuk ka mundësi një njeri i sinqert me ju lutë Allahu Gjalleshanuhu e mos më ju përgjigj Zotin në një formë ose në formën tjetër. Prandaj Omar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu ka thonë: unë nuk e barti gajlen e përgjigjes, e barti vetëm gajlen e duas, sepse Zoti më ka urdhënuar me bë dua, na ka urdhënuar. Edhe vetë e ka marrë përsi për me u përgjigj. Ud'uni, mënyra urdhërore. Astajib lakum, mënyra e garantume, mënyra e premtume, unë do t'ju përgjigjem juve. Pa marrë parasysh si shkojnë rrethanat, çish bëhen sanët, dije që Zoti në një formë ose në tjetrën ka me t'u përgjigjë në lutjen tënde. Vetëm kërkohet jekin, bindje. Bindje kërkohet. A dini kur Musa a.s. u afru tek lumi dhe te deti dhe mrapa kish faraonin, e kisha të bindjen e fuqishme se Zoti ka minimu. Por nuk e dinte Musa, nuk ishte inspirum. Na sot, kur e tregojmë këtë tregim, këtë ngjarje, jemi shumë komod, sepse na dim fundin e saj. Po Musa a.s. nuk e dinte fundin e saj. Nuk e dinte që Zoti ka minimu. Por ishte aq i bindën, aq i jekin, se Zoti ka minimu dyqysh. Rrethanat nuk ishin favor ti, por na e ti qetë në bindjet Allahut. Qështu kur ta bën ti duan, dush me pas qëtë bindjet Musës dhe të shumë pejgamberëve tjerë, që Allahu ka me të përgjigj lutjes tane. Vetëm dush me pas sabër edhe ti mi marrë sebepet e tua. Kur gjë nuk janë fjalët e jashtme, hieshia, se shpesh na pyesin çfarë fjale me përdor, me thur një dua caktuar, nuk janë shumë më rëndësi fjalët e Zotit. Edhe ai i cili nuk din me hieshu lutjen e vet, Allahu e di zemrën e robit. Zoti nuk ka nevojë për mia hieshu fjalët ti kur bën dua. Zoti ka nevojë për jekinin, për bindjen, për ikhlasin, sinqeritetin tënd gjatë duas. Që ti jesh i bindur se Zoti ka me të përgjigj. E nëse nuk përgjigjet në çast, mund me të përgjigj më vonë, ose të përgjigjet në atë formë të cilën ai e sheh më të nevojshme dhe të arsyeshme se sa që e sheh ti. Sepse ai është i gjithdijshëm. Prandaj, edhe sikur, po jo jep këtë këshill, edhe sikur Zoti kish me ta dhënë një laps, edhe një fletore, edhe me thonë ty robi jam, merre edhe bëne plan çysh dush ti, jetën tënde deri në vdekje. Ti me caktu çysh ki me jetu, çka ka më bën me ty, sa pasuni ki me bën, e vlat çka kanë me bën,
ti shkruaje vetë për çefin, ty po ta la, çysh ta bën ti planin, unë kam e të realizu. Ti nuk duhesh me pranu një gjë të tillë. Pse? Duhesh me thonë Allahut, o Zot, ajo që ke planifiku ti për mu është më mirë se sa ajo që unë muj me planifiku për vete me lapse dhe me fletore. Sepse Allahu është më i mëshirshëm për ty se sa ti që je për veten tënde dhe se sa prindët tu që kanë qenë për ty. Sepse Zoti i lartësuar 1% të rahmetit e ka shpërndarë në fytyrë tokës mes të gjitha krijesave insane dhe hayvanat. Dhe të gjitha krijesat bani dare me çat 1% mes vete është në gjendje nana me hyrë në zjarr për me shpëtu e vladin, me çat sa hiset 1% që ti ka rarë në zemër që asoj nane. Allahu 99% i ka nalë të mëshirës, i ka nalë për vete, në mesin e që asoj ka, apo ke hisë edhe ti prandaj. E jo të është veç mu lutë. Kur Zoti ta pranën, qysh ta pranën, hiç mos u mërzit. Ama hiç, vallahi hiç. Sepse nëse i lutesh Allahut, edhe mendon që ju ke lutë me sinqeritet, nga ana tjetër, jo i pajtimit, halat dhëm zemra, pse s'mu pranu duaja? Pse s'mu bën që është desh tonë? Kjo është në kundërshtim me para me që dytën. A je me jekin me bindje të e bën duan? Pse që tash ti po sikletavash që s'u ka bë kabulluar? Pse sikletavash? S'është pjesë e jotja kjo e dyta. Ajo dhe ma mirë për ty se çka është hajër. Ti veç baje pjesën e parë, dert. Se Zoti e di në secilën kohë çka është ma mirë për ty. Se Allahu ja jep robit çish është mas miri për ta. Në kohën e duhur. Allahu është El Hakim, i urti. E i urt, ulemat kanë thonë çka është urtësia. Secilin sen me vun venin e vet. Robi nuk i ven venin e vet. Robi gutet. Unë po them, analizoj ti në veten tënde, a ke pas një moment, një çast që ke dash më bë diçka dhe s'tu ka bën, mas 5 viteve, 10 viteve, 20 viteve, ke kesh me veten tënde, la ilaha illallah. Shqyr që s'u bën filan puna, se pas kam pas më bohor. Elhamdulillah, ke pa urtësinë? Hala në dunjë tu kone, ke pa urtësinë. Po në ditën e kiametit sa fshetësi tua që Zoti i ka lëviz kaderin ton që ka dashtaj, kimi pa urtësitë Allahut të te. Ud'uni astajib lakum. Lutmoni ju përgjigjem. Është e garantuar. Është e garantuar. Nuk ka dyshim. Mos gaboni me dyshu. Te premtimi i Zotit. Sepse kjo është sifat i munafikëve. Sifat i qafirave. Është hile, mashtrim i shejtanit. Robi me dyshu që kur i lutet Zotit, Zoti si përgjigjet. Mos gabon me dyshu kështu. Se e bën vetën hor para Allahut. E dyta, Allahu ka thonë, fadhkuruni adhkurkum. Më përmendni mua, unë kam për t'ju përmend juve. Edhe kjo mënyra urdhërore. Kush e përmend Zotin? Me çka? Me ibadete. Jo detyrimisht veç me dhikr, dhikri, përmendja Allahut, me fjalë subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, etj, është një prej ibadeteve, përmes të cilave përmendet Zoti. Ibadeti më i madh, me cilën ti e përmend Allahun xhaleshanuhu, është akidja, besimi. Me pas iman që duhet, me pas zemrën e lidhur me Allahun. Kur mos me e harru Zotin me mendjen tonë, me zemrën tonë, pastaj me punën tua. Prej përmendjes më të madhe praktike në fizikun tonë, që e përmend Zotin është namazi. Kush e përmend Allahun, Allahu ka me përmend ata. Por është një dallim se përmendja jon që ja bëjmë Zotit është shumë e vogël në krahasim me atë formën që e bën Allahu atë përmendje. Thot Allahu në hadithin kutsi, kush më përmend me një mexhlis me një neje mu, e kujton Zotin. Unë kam me kujtu, kam me përmend ata me një mexhlis më i vlefshëm, më i mirë, më madhështor se mexhlisi neja ati. Ku kam me përmend Zotin? Te melaçet në qiell. Sa më shumë që e përmend një Allahun, Allahu ju përmend te melaçet. Dhe banorët e qiellit, melaçet kret kanë me ditë emrin tënë, kanë me të njoftë melaçet, përmes përmendjes edhe ibadeteve. Sa që, e dini, Yunusi alayhi salam në barkun e balenës, kur ka fillu me bë dhikr me përmend Zotin, me fjalën la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Këtë dua pa ndërprej ka bë. Banorët e qiellit kanë fillu me çmar mos muni rahat, çka u bën? Ky zon që kemi një për ditë të e përmend Zotin, po vjen për një vendi
jo të njohur për neve, po vjen me do val ma nëryshe së sa herave tjera. Po pyesin Allahun xhaleshanu, ja Rabbi, a është zoni ati robit që për ditë përmen këty pa ndërprej? Po, kush ta i vën o Zot se jo i njohur për neve? Tha kështu. I kallzoi Allahu. I thanë, o Zot, për hatër të ati zonit bukur që të ka përmend, edhe na e nishmi atë zonë, qelë që vike përpjet, shpëtoj e robin tanë. Allahu xhaleshanu qeshi, ashtu si ta kanë madhështisë të ti të qesh. Edhe tha, unë veç kam vendos një gjë të tillë për ta bërë, sepse Allahu është më i mëshirshëm se melaçet. Këtë melaçet më mbledh. Këtë insan të e gjen prej të parit dhe të fundit. Absolut. Nuk vjen kanar mëshira aty me mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj, kush e përmend Allahun me një mezhlis, Allahu ka me përmend atë me një mezhlis më të madh. E përmendja e Zotit nuk ka vetëm me ta përmend emrin ty. Por ulemat kanë thënë është falje mëkateve. Kur të përmend Zoti, i bjen që ti ka falë mëkatet, ti ka ngrit gradat dhe është razi me ty. Allahu Ekber. Ti e përmend subhanallah, alhamdulillah, Allahu Ekber, ai ty ti fal gjunahet, të përmend të melaçet, bëhet razi me ty. Kjo e dyta dhe e treta, la in shakartum la azidannakum. Premtimi i tretë, nëse më falënderoni, kam më ushtu të mirat. Kush i thot Zotit elhamdulillah, Allah veç ka mishtu. Por elhamdulillah, një sikur se dhikri, nuk është veç elhamdulillah, veç me fjalë. Edhe kjo është rëndësishme. Por elhamdulillah duhet Allahu xhaleshanu më i thonë edhe me vepra. Mos me marr atë ushqimin me keq përdor. Mos me marr atë makinën që Allahu ta ka dhënë, edhe me shku me keq përdor. Mos u bën rrugaç. S'ka hija musliman mu bën rrugaç. Ke kujdes tutje Allahut i cili të sheh kudo që t'je. I cili ka me të marrë në pyetje në ditën e kiametit e për cikrimin më të vogël, i cili çdo të mirë të cilën ta ka dhënë a ke keq përdor, a ke mirë përdor, i cili të ka dhënë fuqi, pushtet, parë, autoritet, e pozit, a e ke nënçmu fukaran jetimin të ngratin, a e ke keq përdor kur e ke qenë ndihmën atij fukaras, e ke dash autoritetin tonë me rrit përmes asaj ndihme. Apo e kon për atyre i cili e kam shef sadakën e tij sa dora majt mos më pa që është pjesë e trupit. Nëse më falënderoni mu, kam ja ushtu. Mi thonë Zotit elhamdulillah, mos më keq përdor. Thash me ibadete, pastaj edhe me gojë, me falëndru Zotin. Një prej sebepeve kryesore, kërkun kurant, tjetër kun nuk është përmend, përveç kësaj falënderimit, edhe e dyta, istighfarit, që Allah përmes këtyne e shton edhe pasunin, edhe rizkun. Fjala astaghfirullah wa atubu ilej. Me bindje, po e thaje veç me abonanin kur gjë s'ke ba. Edhe falendrimi, kush i thot Zotit elhamdulillah, ja di shqyqyrin, mos ankani vllazni. Për njerëzve më të urrejtur të Zotit, janë ata njerëz të cilët kur i thu qyshje, janë ismu anku. Kur ti thu, a ki me hongër me, janë ismu anku. Nëse duhet me ju anku, ankoju veç ati, i cili e ke një mik, mund me të kry një shërbim, një hall, një nevoj, por kryesorën ja lanë me ju anku vetëm Allahut. Falënderoni Zotin. Dijeni shqyqyrin Allahut për çdo të mirë dhe e fundit Allahu ka premtuar, ka thonë, ata të cilët kërkojnë falje, pendim, Allahu xhaleshanu nuk i dënon. Wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Allahu kur nuk e dënon një njeri i cili non-stop është në kërkim falje. Kërkim falje, kryesorja është shprehja astaghfirullah wa atubu ilej. Nëse keni mundësi me në amanet fjalën astaghfirullah wa atubu ilej, kush ka mundësi le ta thot mbini mi herë në ditë. Kur ka tregu Allahu historinë e Nuhit alayhis salam në surën Nuh, ka tregu se Nuhi alayhis salam ju ka anku Zotit. O Allah, i ka thonë, po e këshilloj popullin tem me thonë astaghfirullah wa atubu ilej, me boj istighfar. Yursilis samaa aleikum midrara, ju bjen prej qiellit shi, wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Edhe përmes kësaj fjale, Allahu ju shton pasunin, Allahu ju fal evlad, wa yaj'al lakum jannat, ju jep kopshte të mira dhe lumej.
Ulemat kanë thonë, një prej sebebeve që Allahu xhaleshanuhu, më ne përmendëm te falëndrimi, këtu për te istighfari, është fjala astaghfirullah wa atubu ilej. Allahu nuk e dënon një njeri i cili non-stop është në kërkim falje. Më i miri njerëzimit të dashur vëllezër, nëse ka nejme në mezhlis qyshimi na tunë që tash. Atëherë kanë gjë sahabët. Sa herë ka thonë astaghfirullah wa atubu ilej? Mranë në një mezhlisi për 100 herë ka thonë. Kush? Më i miri njerëzimit. Kush? Ai që ka pas mëkatet e falura të kaluara dhe të ardhmet. Ai cili ka pas të garantuar xhenetin. Pse? Sepse istighfari nuk bëhet vetëm nëse ke gjunohe. Istighfari bëhet nga dashuria e robit për Allahun xhaleshanu. Nëse keni mundësi. Nga praktika, më thonë aki argument, thëm jo. Nga praktika, bëjeni tradit që mrena ditës 3.000 herë, fjallën e astaghfirullah wa atubu ilej me thonë. Thune me mujtë të tërë, 1 mujtë 2, 3, keni me pa ndryshim në jetën e të juj. Nga praktika për ju të regaj. E shumë muslimanve që jemi marrë, i kemi këshillu ose neve në ka këshillu dikush. Fjala astaghfirullah, Allahu të garanton që nuk ka me të dënu. Një popull i cili kërkon falje me këtë shprehje, Zoti nuk e dënon. Pse? Sa i non-stop është, edhe nëse bën mëkat është në kërkim falje. Të dashur vëllezër, keni kujdes ata që si keni marrë mend këto 4, ktheuni në inqizim, edhe mundoni që ti praktikoni ju bashkë me mua. Lutë Allahun që këtë muaj të bekuar të Ramazanit na i pranoj gjitha ibadetat, na udhëzoj, na forcoj, na fal dhe na mëshiroj. O Zot fali, mëshiroj edhe të vdekurit tan, shpërblej me xhenetet Firdaus, na jep neve iman, sinqeritet edhe fuqi për të bërë ibadete. O Allah, asnjërit prej këtij xhamati që në këtë vend mos e merr shpirtin pa kon ti kënaqur me ta. Kur të kënaqesh ti me neve o Zot, atë nuk e kemi gajle momentin kur vdesim, sepse vdekja, jeta jonë është vetëm dorën tonë edhe në kaderin tënd. Ya Arhamar Rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin.